21 dhjetori është një datë që meriton vëmendjen tënde. Nëse ky vit nuk ka shkuar ashtu siç kishe shpresuar, kjo ditë mund të ketë shumë më tepër rëndësi se sa mendon. Sepse ka 5 kategori njerëzish që nuk duhet ta humbasin këtë ditë. Kjo është solstici dimror dhe njëkohësisht dita e fundit e faljes hyjnore për këtë vit. Nëse ndihesh në ndonjërin nga këto situata, dëgjoj me kujdes. Së pari, njerëzit që drejtojnë biznesin e tyre. Nuk ka rëndësi nëse është i madh apo i vogël, nëse dëshiron qartësi, rritje dhe stabilitet, kjo ditë është për ty. Së dyti, menaxherët dhe njerëzit që punojnë në shitje, sidomos nëse synon ngritje në detyrë, të ardhura më të mira dhe hapje të rrugëve të reja. Së treti, njerëzit që kanë marrëdhënie të paqëndrueshme, ndahesh, ribashkohesh dhe i njëjti cikël përsëritet vazhdimisht. Së katërti, ata që ndjejnë se jeta është gjithmonë pak e vështirë. Një problem pas tjetrit pa arritur kur një rrjet të qetë. Dhe së pesti, familjet që kanë ndjerë presion më të rënd astrologjik këtë vit. Nëse dëshiron të lutesh për siguri, shëndet dhe paqe për veten dhe të dashurit e tu, kjo ditë është thelbësore. Solstici dimror më 21 dhjetor është një mundësi e rrallë për pastrim, falje dhe rivendosje të fatit. Dhe kjo është dita e fundit e këtij viti. Nëse e humbet, nuk përsëritet. Përdore këtë ditë për të mbështetur veten dhe rrugën tënde deri në vitin 2026. Nëse ndjen këtë thirrje, më shkruan direkt në profil dhe unë të udhëzoj si të bëhesh pjesë e ceremonisë së solstistit dimror. Vendet janë të kufizuara. 21 dhjetori nuk është thjesht një datë, është një prag.